evakuime masive pas përmbytjeve në Washington State. Shirat e dëndur kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në shtetin amerikan të Washingtonit, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e 10.000 banorëve. Guvernatori Bob Ferguson i bëri thirrje banorëve në zonat të rrezikuara të largohen dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale. Vlerësohet se deri më 100.000 banorë preken nga urdhat e evakuimit. E kuptoj që shumë prej njerëzve në shtetin tonë kanë përjetuar përmbytje të mëdha dhe më parë, tha Ferguson në një postim në X. Megjithatë tani po përballemi me një situatë historike pasi pritet që niveli i ujit të jetë në 61 centimetra më i lartë se rekordi më parshëm. Mbi 30 autostrada kryesore janë mbyllur për qarkullimin e mjeteve, tha Ferguson. Ai shpalli gjithashtu një gjendje emergjence në të gjithë shtetin për të mundësuar mobilizimin e shpejtë të fondeve të personelit shtesë. Roja kombëtare është dislokuar për ndihmuar operacione të shpëtimit në zonat e përmbytura. Helikopterë dhe varka po përdoren për të transportuar njerëzit drejt zonave të sigurta. 10 lumenj kanë dalë nga shtati duke përmbytur qytete dhe toka bujqësore. Shirat e dëndur në veri perëndim të Shtetit të Bashkuara po shkaktohen nga një fenomen meteorologjik i quajtur si lumje atmosferik, një brez ajri me lagështi të lartë që mund të sjellë rreshje intensive për disa ditë rresht.